Një sasi e dyshuar lëndë plasesh të vendosur dritare në një servisi motorash në lagjen Bashkimi pranë rrugës Stradë Ballkanike në qytetin e Vlorës. Shpërthimi i fortë është dëgjuar pothuajse në gjithë qytetin, ndërkohë që në vendngjarje kanë mbritur menjëherë forcat e policisë, të cilat kanë nisur edhe hetimet për shkaqen e kësaj ngjarje. Një ngjarje e rëndë ka trondituar qytetin e Vlorës mbrëmjen e së martës, pasi një sasi e konsiderueshme lëndë plasëse është vendosur në një biznes, konkretisht në një servis motorësh në lagjen Bashkimi, shumë pranë rrugës Stradë Ballkanike. Shpërthimi është dëgjuar në pjesën më të madhe të qytetit, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat kanë nisur menjëherë hetimin. Sipas informacioneve paraprake, lënda plasëse është vendosur në dritaren e pasme të biznesit, zonë ku nuk ka kamera sigurie. Si pasojë e shpërthimit, janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale si në fasadën e jashtme, ashtu edhe në ambientet e brendshme të dyqanit. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë që ndodhen pranë biznesit dhe në zonën përreth me qëllim identifikimin e autorit ose autorëve të kësaj ngjarje. Dyshohet se autori, i cili sipas policisë ka qenë i kamufluar, ka njohur mirë terrenin, pasi ka zgjedhur një zonë të pambuluar nga kamerat për të vendosur tritolin. Mëngjesin e sotëm në ambientet e biznesit ku ndodhi shpërthimi, pronari Bezhani së bashku me familjarët dhe punojësit ka qenë duke bërë llogaritjen e dëmeve dhe pastrimin e mbetjeve. Në një prononcim jashtë kamerave, Bezhani është shprehur i tronditur. Kam 30 vjet që i shërbej banorëve të Vlorës, nga biçikletat tek motorët, kur nuk kam pasur asnjë konflikt. Nuk e kuptoj pse ma kanë bërë këtë dëm, u shpreh ai. Nga verifikimi paraprak në vendngjarje rezulton se sasia e lëndës plasëse ka qenë e madhe, pasi edhe betoni rreth dritares është dëmtuar rënd, ndërsa në brendësi të dyqanit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme.